Mbrëmë është organizuar një atopje me madh me nëntegët 11 marsi, 2 Koriku, Petrova, Kurilla dhe Dardania në shkollën Lekdukagjini në Prizren. Në një atmosferë mobilizimi dhe pjesëmarrje në strukturave të PDK-s dhe qytetarëve të lagjeve të përmendura në atopimin e mbrëmshëm, ku theksua nevoja për ndryshim të qartë dhe të domosdoshëm në Kosovë. Në këtë atopim u vlerësua angazhimi i nëntegëve të PDK-s në Prizren dhe gatishmëria plotë e strukturave për të përballur me sfidat aktuale dhe për të ofruar alternativë serioze qeverisëse, ku nënvizua se qytetarët po kërkojnë drejtim të ri, zhvillim ekonomik dhe qeverisje më efikase. Ky shtet që është ndërtuar me sakrificë, me mundi, me punë, me angazhim, i ka rënë dorë një subjekti politik i cili nuk ka kur çfarë përgjegjësie, nuk ka kur çfarë ndjeshmërie, ka dhënë premtime megalomane, edhe këtë shka këtë po janë dështime spektakulare. Kjo përmendit disa shembuj. Diku rreth 400 milion euro ka dhënë ndihma sociale për këto 3-4 vjet të fundit, edhe interesant gjithmonë qullojnë pak para zgjedhjeve e japin ka 100 euro kategorive të ndryshme. Nuk kemi nevojë për ndihma sociale, kemi nevojë për ekonomi të zhvilluar, e cila është në gjendje për kujdes për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. 350 milion euro ju kanë marrë komunave për mes përmbaruesit në emër të kontratës kolektive. Komunat janë pothuajse të paralizuar. 2555 kontrata migurimore. Në këtë frymër i theksua vendosshmëria PDK-s për të vazhduar fuqishëm rrugën drejt zgjedhjeve të 7 qershorit, me synim ndryshimin dhe rikthimin e besimit tek qytetarët në institucione. Stop krizës, ndrysho Kosovën, apo siç ka thënë kryetari Totaj, mos na sfidoni lirin. Me këtë rast kandidati si profesor Dr. Faruk Bojaxhiu u përqendrua sepse jam njohës i mirë çështjeve mjedisore dhe qeveria aktuale që 6 vite as edhe një hap të vetëm nuk e ka bërë për çështjet mjedisit. Ashtu siç krejt e din, se shpejti Kosova pritet me qenë pjesë e organizatave të ndryshme ndërkombëtare dhe bashkimet evropiane. Një prej këtyre temave apo pikave kryesore për të qenë pjesë e bashkimit evropian është edhe agenda për mjedisin. Është një kapitull i veçantë, i cili po nuk e kaluam atë kapitull, besoni se mund të jetë një pengesë për të hyrë në bashkimin evropian. Kurse kandidati kësaj lagje Shkelzen Kasrati tha se unë nuk vi nga larg dhe as nga fjalët e mëdha. Unë vazhdoj të jetoj me ju. Fëmijët e mi në këtë shkollë janë bashkë me fëmijët tuaj. I ndajmë të njëjtat rrugë, të njëjta shqetësime dhe të njëjtat shpresa për të ardhmen. Prandaj ndjej nevojat tuaja si të mijat. Falënderimi i veçantë për kryesinë në ndëntegëve, kryetarëve dhe secilin aktivist që ka dhënë shumë nga vetja. Ju jeni shtylla kësaj lëvizje dhe forca që mban Prizrenin dhe Kosovën në këmbë. E thjesht dhe ka kuptim shumë. Kohrat e vështira prodhojnë njerëz të fuqishëm. Njerëz të fuqishëm prodhojnë kohra të mira. Kohrat e mira pastaj dinë me dalë kështu, se janë përshtatshëm dhe krijojnë kaos dhe kriza. Andaj ishin vitet e 80-ta, 90-ta, 99, vitet vështira, kohë e vështirë. Po ajo kohë prodhoi njerëz të fuqishëm. Prodhoi Adem Jasharin dhe shumë Adem tjerë, të cilët na sonë liri. Aja kohë prodhoi vizionarë të mbaj, prodhoi Hashim Thaçin e Kadri Veselin, të cilët na sotën liri, na shpallën pavarësinë, formuan ushtri e polici, krijuan jetë mirë dhe standard të mirë të jetesës. Mirë po, në këtë kohë të mirë, ashtu si jetua, paraqiten e disa persona të cilët krijuan trazira, kaos, përqarje, degradim të çdo vlere shoqërore, sociale, vlerat patriotike dhe tare. Andaj, jo rastisht e kemi instaluar stop krizës. Duhet i themi stop të degradimit, këtyre ngjarjeve që as pak nuk janë të mira. Nuk kemi diplomaci, nuk kemi ekonomi, nuk kemi shërbime shëndetësore e as cilësinë arsim. Por edhe pse jemi në këtë kohë të vështirë, prapë ka shpresë, sepse kjo kohë prodhon përsëri njerëz të fuqishëm. Pastaj kandidatë të tjerë secili nga ata u përqendrua me veçantime se pse duhet të votohen kandidatët e Prizrenit. Vetëm PDK-ja, që ka dëshmuar që i ka kriju hapësira
rinis. Por Kosova, shteti, çdo hapësirë, çdo vend për përgjithësi ka nevojë për rinin. Kur e kam prezantuar ose në fakt kur shpa kandidaturën për deputet, ka pas pak skepticizëm, edhe kjo për arsye moshe. Po të tregoj një fakt që po besoj disa ish ushtarë justicisë militar të Kosovës mund ma vërtetu. Mosha mesatare të shporëve është 23.3 vjet. Kur dikush 23.3 vjet po punë gjendje me vdek për këtë vend, unë 24 vjet dhe shumë të reja, jemi të gatshëm me marrë timoni për me drejtu këtë çështë. Kemi probleme në ekonomi, kemi probleme me bujqësi, kemi telashe me rrymë, kemi nepotizëm, kemi korrupsion. Në fund një shefi e grupit që koordinohet me Radonqićin. E këtë ka një zgjidhje. Është një numër magjik. Jo për arsye numrit, po për arsye të aty njerëzve që qëndrojnë pas numrit. Numri 125, Partia Demokratike e Kosovës. Po mos harroni edhe diçka. Ka ona moj 125 kënej dhe kandidat e Prizrenit. Fillone me profën, përfundone me mu, faleminderit shumë, u takofshin vetëm për tjera. Kisha pas shumë dëshirë duke pa këtu edhe bacën e fan me theksu se neve që jemi punëtorë të sektorit publik, na u dha rruga e 13, kurse njerëzit të cilët punojnë në sektorin privat, ja u dha vetëm nga 100 euro. E çfarë bëri? Ai vetë bashkë me deputetët, me rrogat e tyre 2.000, 3.000, sado që i morën rrogat e 13-a. Kurse punëtorëve të sektorit privat ja u ndaloi edhe ato 100 euro nëse i kanë rrogat mbi 1.000 euro. Me mungesën e mbështetjes shtetërore ne kemi pa rritjen e importit në trezat tona dhe sot ne kemi rritje çmimesh ku konsumatori ynë qytetarët tanë nuk munden ta përballojnë këtë rritje çmimeve. Neve na premtuan rritje të rrogave, mi po na dhanë ndihmë nga 100 euro. Na premtuan punësime, mi po ne i shohim sot të rinj tanë, të cilët dalin jashtë shtetit dhe japin kontributin e tyre profesional jashtë shtetit të Kosovës. Kjo është edhe arsyeja, njëra ndër arsyeja që unë sot kam vendosur të kandidoj për deputete. Ti themi bashkaj stop krizës dhe ta mbështesim Partinë Demokratike të Kosovës me numrin 125 me 10 kandidatët të cilët të gjithë jemi profesional në drejtimet tona. Ju jeni dëshmitar kur ne kena pas 34 deputet në Kuvendin e Kosovës, ka qenë lulje në atë kohë me ziri të tjerët, kur ne kena pas edhe presidentin, kena pas edhe kryeministrin, edhe kryetarin e parlamentit, gjitha kena zgjedhur me 34 deputet. Me 56 s'ka më një zgjedhje. Do të thotë partia nuk ka një vizion. Partia Demokratike ka vizionin, ka qartësi, ka qëllimin dhe ka ide për të ecur përpara. Ka njerëz profesionistë. Dhe kush më mirë se ne që jetojmë çdo ditë me hallet tuaja, do të mund t'i adresonte ato në Kuvendin e Republikës Kosovës. Dhe kush më mirë se Partia Demokratike e Kosovës do të mund t'i adresoj dhe t'i zgjidh ato probleme, ato hallet tuaja. Partia Demokratike e Kosovës nuk njihet si një subjekt që bën politikë të zhurmshme. Njihet si një subjekt i cili jep zgjidhje konkrete problemeve të qytetarëve të saj. Prizreni është një qytet që ka histori, ka kulturë, ka traditë, andaj zëri i Prizrenit nuk duhet të ndëgjohet vetëm gjatë fushatave, por duhet të ndëgjohet çdo ditë edhe në Kuvendin e Kosovës. Prizreni dhe kryetari i Prizrenit me grupin e tij punus e kanë dëshmuar punën e tyre me ngritjen e vrerave të Prizrenit, me turizmin e Prizrenit, me ndërtimin e qytetit i cili është një ndër qytetet më të bukura të vendit tonë. Kjo shihet edhe në bazë të numrit të vizitorëve që jo vetëm tash në fushat, por edhe gjatë gjithë vitit vinë na vizitojnë turistë të ndryshëm. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25.